një mashkull ideal e shoh një mashkull që është më familjar. Jo këta që janë shumë mas shoqnisë, sa në këta nuk i kam shumë kështu në qef. Ma familjar, inteligent, edhe për bashkëpunim nuk është që kam ndonjë ëndër, po kam mbas ju bo viral, po tham ta blej një Mercedes. Jo, po kështu ëndër e kam me pas diçka, thjesht me pas një biznes stabil në emër temin të ardhme, domethënë. Çto e kam si kështu ëndër, me thonë. Jo, nuk e shoh kështu afat gjatë. Sa të zgat, le të zgat. Unë do thonë, derisa të kam mundësi, derisa t'i kam rënë unë e kam e majt, po sa të gjatë, le të zgjat. Ama nuk e shoh diçka që kam u kanë për gjithmonë, domethënë. Menimi jam. Hanën e bon të veçantë. Vetbesimi shka e kam. Kam potencial. Jam vetvetja. Në TikTok do thonë e tregoj veten qysh jam. Tregon vetvetja. E qëto. Me thonë sakrificë është fjallë e rëndë, po është një farë mundi me thonë për me majtë audiencën aktive në TikTok. Se do thonë du të minajt gati me postu asane, është një farë mundi me thonë, po nuk është sakrificë me thonë dishka. Mos i merë për bazë komentet negative, tregohu vetvetja, mos i jep mundësi çdo personi me fol me ty, persona që si ja vlen domethënë. Qëto. Po, nuk është që po kam shumë kohë me menua për përjetoj as për përjetoj, se po kam 100 punë, po... Amo, prap, mirë, a mu më pëlqen, do thonë që kam audiencë aktive, kështu. Nuk është diçka që s'kam koment. Normalisht unë i kam do thonë edhe financat e mia, po e kam edhe supportin e familjes gjithë, do me thonë. 50 me 50, me thonë. Unë e thjesht nuk merrna me mesazhet absolut. Thjesht as nuk i lexoj me thënë drejt. Rrallë diçka, do të thonë si shkoj si shpejt rrallë diçka që m'bjen sy, po kështu absolut me mesazhe që janë absurde kështu nuk. No, absolutisht jo. Mesazhi? Po më ka shënu dje një qik, edhe më tha, mos i ngo tha komentet negative, je shumë e mirë, je shumë e bukur, edhe do me thonë thjesht qëta e moj me djetë, do me thonë edhe ja ktheva përgjigjen i thash faleminderit shumë atin. Po kështu tjerave so që si jap vëmendje qaq sa edhe me mojt mend unë ditën tjetër am ka që nuk i qështut, absolutisht jo. Tash jam shumë e re me menuk për këtë sene, po për ma vonë një mashkull ideal e shoh një mashkull që është më familjar. Jo këta që janë shumë mas shoqnisë, sa në këta nuk i kam shumë kështu në qef. Ma familjar, inteligent, edhe zotni. E patjetër të me pas një stil zotnis, një diçka. Këto i kam kështu, du me thonë, për bazë.